Shqipëria po bën diçka të paparë dhe unike në të gjithë rajonin. Reformën tonë në drejtësi dhe njohjen nga ana jonë, jo vetëm de jure, por dhe de facto të pavarësisë së drejtësisë. Dhe veprimtaria e plot e strukturës së posaçme kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit ka krijuar praktikisht në Shqipëri dhe për Shqipërinë shembullin se lufta kundër korrupsionit është diçka që shkon shumë përtej fjalëve, shumë përtej sipërfaqeve, shkon shumë thellë, let's say balanced, dhe është tejet e ekuilibruar pa parë në të majta në të djathtë, pavarësisht se kush është në qeveri, kush është në opozit, kush ka qenë në pushtet apo kush është në pushtet, dhe me shumë fakte që tregojnë se ajo çka kur nuk ishte ndodhur në Shqipëri që prej pavarësisë e krimit të shtetit parashqiptar në 1912 deri në shumë pak vite më parë, po ndodh gjatë viteve të fundit, diçka që asnjë vend tjetër në rajon s'mund të pretendojë dot se e ka bërë. Dhe kjo nuk është për të thënë që ne jemi më të mirë se të tjerët, por është për të thënë se kemi marrë shumë seriozisht. Dhe në këtë moment, në kohë, ne pranojmë mbështetje, ne pranojmë partneritet, ne pranojmë ndihmë, por nuk pranojmë leksione nga askush kur vjen fjala për luftën kundër korrupsionit.